Barbari, pasi vrau forcat e muzakës, bashkë me kapedanin e tyre. La prapa shpine një rezervë fare të vogël dhe po ndiqte me vrap. Të shfrenuar ta nushin dhe të tjera që po iknin. Ka kjo mund të mendohet, thoshte se ai suapati fort hallin forcave tona të malit, sepse si të rrethuara që ishin, ata mund të kapeshin lehtë, pasi të siguronin fitoren në fushë. Përndryshe ata e humbën këtë rast fitoreje, të rëmbyer, ndoshta nga zjarri dhe dëshira e ndjekjes. Skënderbeu, kur e pasi s'kish shumë rrezik nga prapa, rregulloi forcat në ato stuje sipër, me urtësinë më të madhe, duke vënë në mes këmbësorinë, dhe pasi la në vend gjithçka tjetër, zbriti në fushë. Nga ana e qytetit nuk u bë asnjë sulm kundër tij, qoftë kur qëndronte atje, qoftë kur po zbriste, dhe kjo të çudit fort sepse të rrethuarit e shikonin se të vetët po fitonin kudo dhe se ishin nga çdo anë pothuaj jashtë rrezikut. U trembën siç ndodh shpesh nga ata që sua kishin më pak frikë. Me gjithë këtë, kur Skënderbeu kish marrë të tatë pjetën, qyteti u hap me një herë dhe turma u lëshua në kamp për të plaçkitur. Para se të vinte atje për plaçk, ushtria fitimtare, dhe qetë s'lan gjë pa rrëmbyer. Ndërsa përdredhorët i futën me brohëri dhe gëzim të madh brenda mureve. Skënderbeu, në kohën kur duhej më tepër shpagim se sa ndihmë, e la mënjan hallin për muzakën dhe u lëshua me vrullin më të madh kundër qytetarëve. Armiq që po e ndiqnin, duke mbjell prapa shpinës së tyre kërdin dhe duke i thirrur njëkohësisht të vetët që të ndalnin hapin dhe të përfitonin nga ndihma e re. Ushtritë e turqeve që qenë si rezervë dhe që i kishin dhënë fund për leshjes me ata të muzakës, i lanë shokët e vetë tanë dhe u derdhën andekën dhe për të rrëmbyer dhe për të bërë plaçk, duke ia lehtësuar kështu shumë punën Skënderbeut, për të prapsur armikun dhe për të frenuar ikjen e tanë. Cebalja, kur e pase me sulmin që i bënte nga brapa, po ja rëmbente Skënderbeu fitore nga duart, dhe u flamur dhe u lëshua i vendosur, duke i shkaktuar në fillim, por edhe duke pësuar një farë humbjeje. Pastaj, pasi e prapsoi ushtrinë me njëra anë, e qëndroi duke të rrhequr dal nga dal, derisa të mblidhte ushtarët, e shpërndar pa rregull sa ndej Skënderbeu. Duke bezdisi fort gjatë tërheqjes, por u kujdes nda i të mblidhte dhe të bashkonte ushtrinë e vet. Cebalja, megjithse ushtritë e tij ishin të lodhur dhe jo mirë të rregulluara, zula kohë që të merrnin frym, por u lëshua me një farë përbuzje dhe tallje mbi armiqt, duke kërcënuar se tani më i kishte ardhur fundi kryelartësisë periote dhe koha e dënimit të kryenditjes, dhe duke përsëritur shpesh se po kollaboronte me gjithë kuaj dhe armë atë pakicë që kishte mbetur, pas atyre që ranë për krata nushit në ikje sipër, dhe pas më se 3000 vetëve që u dërmuan së bashku me muzakën, nga të cilët 2000 këmbësorë të tjerë të kalorës. Skënderbeu, pasi mlodhi si ndonjë kapedani pa trembur, drasat e armijës së thyer, mes të atyre dallgëve dhe ndërtoi sërish fundin e saj. Po gaditej i përveshë një fortunë të re, më fort me guxim se sa me shpresë në zemër, duke bërtitur me zë të furishëm, pas me e bashkëluftëtar, jo për t'u përleshur, po për t'i grirë, dhe duke qortuar e thyrë se cilin në zë të lartë, thoshtë: "Ç'është kjo ligështi në ju? Ç'është kjo frikë pa zakon? Mos vallë do të dërgjen të pashpaguar gjithë ato trupa të shquar të shokëve. Mos do të bini ju pa marrë hakun. Armiku i dikushëm është, nuk është kusht tjetër, por ai armik që zakonisht por ju ka qenë shkak lavdije." Edhe ndërsa thoshte këto, ishte rënguar gjithashtu edhe nga nevoja për t'u hedhur me guxim në provat më ekstreme. Lëshua fluturim mbi armiqt, me guxim në provat më ekstreme, kudo që ishin më të dëndur, duke treguar nga çdo anë e saksi të plot vërtetësinë e asaj thënie homerike. Ndër virtytet, vetëm trimëria ka shpesh disa sulme të furishme. Kushto ai po i grinte armiqt që herë tërqirishin, herë rezirtonin, dhe po e mbushte vendin kudo me gjak të tyre, gjithmonë. Ai ishte një luftëtar i pathyeshëm dhe fatbarë, por atëherë trimëria e tij shkëlqeu si asnjëherë, duke kaluar shumë gjithë veprat trimërore të mëpashme. Edhe forcat e tjera të tij, të rëmbyera nga furia të shpëritur dhe e tërbimit, po lëshuajsin si të verbuar me shpatë, duke i shkuar pas kapedanit çdo rrezik.
Por fatkeqësia e papritur e gjej shtopia së vllajt të Tanushit. U shtiu shumë frikë të tjerëve. Ai ishte përplasur për dhe gati sa s'qe shtypur kur setanët e zi shpëtuan nga duart e armiqve dhe e vunë bikarin. Mësorët tanë e kishin më lehtë të ruheshin nga tërbimi i njerëzve sesa nga i kuajve, nga të cilët shkeleshin e dërmoheshin në shumë vende. Prandaj ata, me shkallësinë dhe shpejtësinë më të madhe, u hipnin kuajve më të varëve, që mund të frenonin qoftë të armiqve, qoftë të vetëve. Kjo punë u bë shkak shpëtimi për shumë, në madje për gjithë ushtrinë, sepse në këtë mënyrë sikur u dyfishoheshin forcat.